Prefekti e Vlorës Ervisa Lushi inspekton zonat e përmbytura në fshatin Bishan. Prefektja ka theksuar se aktualisht ka patur një ulje të ndjeshme të nivelit të lumit Vjos, krahasuar me një ditë më parë. Situata mbetet në monitorim në fshatin Bishan, aty ku ka prezencë të ujit në banesa, por fatmirësisht pa dëme në njerëz. Strukturat janë në terren për të ardhur në ndihmë banorëve, ndërsa të evakuara janë gjithsej 13 familje nga gjithë zona e njësisë administrative të Novoselës. Situata gjatë ditës së sotme është përmirësuar, kemi ndryshim në nivelin e Vjosës, nga raportimet e deri tanishme niveli është drejt rënjes, është 9-8. Aktualisht ndodhemi në hyrje të fshatit Bishan. Fshati Bishan është fshati i cili ka patur problematika, duke filluar nga mbrëmja e ditës së djeshme, ka pasur prezencë të lehtë ujë, ndërkohë që ditën e sotme në një pjesë të madhe të banesave të fshatit ka pasur prezencë ujë. Nuk kemi përmbytje të banesave. Situata deri më tani paraqitet më e qetë, sepse niveli i ujit ka rënë. Ne jemi në monitorim të vazhdueshëm me gjitha strukturat, jo vetëm të prefekturës, por edhe të institucioneve të tjera, duke ndjekur në vijimësi situatën. U kemi ardhur në ndihmë banorëve për gjitha nevojat që ata kanë patur, duke vendosur gjitha mjetet e nevojshme për nevojat e tyre, qoftë edhe për transport, qoftë edhe për ushqim apo çfarëdo lloj nevoje tjetër që ata mund të kenë patur. Evakuime kemi patur nga fshati Novosel, në total janë 13 familje të evakuara, madje para pak minutash kemi bërë dhe lëvizjen disa për këtyre banorëve duke akomoduar në konviktet në qytetin e Vlorës, ndërsa nga fshati Bishan nuk kemi evakuime, dua ta bëj me dije këtë gjë që kemi prezencë të ujit në banesa, por jo familje të përmbytura. Në fshatin Bishan, problematikat erdhën gjatë natës pas daljes nga shtrati të lumit Vjos, duke sjellë edhe prezencë të ujit në banesa të kësaj zone.